Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Gjesti nuk e mban premtimin, nuk e bën blok Eglin në Instagram, po si mund të bësh blok atë që do me zemër. Dhe me njëherë portalet duke shkruajtur për fjalët e cilët i ka folur Gjesti, dhe unë dua në fakt ta demantoj këtë lajmin. Besar Kelmendi, i njohur si Gjesti, u shpall fituesi sezonit të 4 të Big Brother VIP Albania pas një rrugtimi të gjatë sfidues dhe shpesh të dhimbshëm. Pavarësisht ofendimeve, presionit psikologjik dhe një epizodi dhune fizike, ai arriti ta fitonte zemrën e publikut dhe çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti krijoi një lidhje të afërt dhe shumë të komentuar me Eglin, duke u kthyer në një nga çiftet më të pëlqyera të këtij edicionit. Por pak ditë para finales, ai befasoi me një deklaratë të fortë. E kam jetën të tmerrshme jashtë, tha Gjesti. Një femër si ti nuk mund të më duroj as 2 minuta, sapo të dal, blok e ke. Kjo deklaratë ngriti shumë pikpyetje dhe për disa u duk si fundi një lidhje që nisi me shumë emocione. Por, a e mbajti fjalën Gjesti? Pas përfundimit të spektaklit, fansat kanë vëzhguar me vëmendje çdo lëvizje të çiftit në rrjetet sociale dhe rezultati është surprizues. Jo vetëm që Gjesti nuk e ka bllokuar Eglin, por dyshja duket më e afërt se kur. Ata janë parë shpesh bashk, madje kanë publikuar foto pranë njëri tjetrit, duke treguar se raporti mes tyre jo vetëm që nuk është ftohur, por ndoshta po bëhet më i fortë jashtë shtëpisë. Ndjekësit tani pyesin, a kemi të bëjmë me një histori dashurie që do vazhdoj edhe jashtë kamerave? Edhe unë e them që po, kemi të bëjmë me një histori dashurie. Gjesti dhe Egli kanë një raport jashtë mase të bukur bashk. Ato po ndërtojnë tashmë shumë dashurinë e tyre dhe në fakt ne kemi nevojë të mbështesim dashuritë dhe jo t'i prishim ato. Unë jam pro kësaj dashurie, jam pro rrugtimit që po bëjnë ato të dy dhe së shpejti do t'i presim në një bashkëpunim. Gjesti këtë fjalën e tha në inat e sipër, normal aty ku ka shumë dashuri ka dhe zënka pafund, dhe kur ka zënka pafund çiftet e thon fjalën e fundit të parën, por kjo nuk do thotë që ato kanë prishur dashurinë, përkundrazi janë shumë të lumtur bashkë.